Kohët e fundit, qyteti i Trabzonit ka marrë tjetër rëndësi, jo vetëm në sytë e popullit turk, por edhe më gjerë. Një rol shumë të rëndësishëm, sipas mediumit 61 Vakit, ka sulmuesi i Shqipërisë Ernest Muçi, i cili luan aktualisht te ekipi i Trabzonspor, e ku po i habit të gjithë me klasin e lartë dhe golat e çmendur. Emri tjetër vjen nga fusha e kinematografisë. Fjala është për aktoren Ava Yaman. Ajo është vetëm 20 vjeçe, ndërsa në serialin televiziv Tasaçak Budeniz, ky det do të vërshoj, përmes skenave prekse të kapura në rrugët e Trabzonit, ka dhënë një promovim të fortë kulturor të qytetit. Muçi në fushën e blertë dhe Ava Yaman në aktrim janë kthyer në aset për qytetin e Trabzonit. Ernest Muçi tashmë e di se ku do të vazhdojë ardhmja e tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare do të vazhdojë të luajë me ekipin e Trabzonspor, pasi mediat turke bëjnë të ditur se klubi i tij ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të futbollistit nga Beshiktashi, që e kishte dhënë në huazim. Trabzonspori kishte kohë deri më 20 maj për të vendosur, por ka përshpejtuar gjithçka, duke arritur në përfundimin se Muçi është një futbollist i cili nevojitet me do e mos për të arritur objektiva të rëndësishëm. Kësaj ka planuar që të paguajë 8.5 milion euro në 5 këste që kërkonte Beshiktashi për futbollistin, duke i njoftuar zyrtarisht. Në këtë mënyrë, duke shtuar edhe shifrën prej 1 milion eurosh që Trabzonspor ka paguar për huazimin e Muçit, ai bëhet futbollisti më i shtrenjtë që ka bler ndonjëherë ky klub në historinë e tij, duke vendosur një rekord të ri për të. Muçi do të përfitojë një pagë rekord, pikërisht 3.5 milion euro. Kontrata ndërkohë vlen deri në vitin 2029. Me sfushorin me tipare sulmuese, do të bëhet kështu më i paguari i kombëtares shqiptare. 25 vjeçari ka shkëlqyer në këtë edicion si i huazuar, madje duke u bërë lojtari që po e shtyn Trabzoni drejt fitimit të Kupës së Turqisë. Me 15 gola të shënuar dhe 9 të tjerë të asistuar në 34 paraqitje, Muçi kaloi çdo pritshmëri. Besimi kryesor tek ai është pikërisht nga trajneri Fatih Teke. Me 9.5 milion euro të shpenzuara për to në total, pasi 1 milion kustoi huazimi, Muçi bëhet edhe investimi më i shtrenjtë tek Trabzonspori. Kështu edhe shkruan historinë me klubin turk.